Gercat, përshëndes, shoh në fakt edhe nga pamjet se Libra tani më është ankoruar në portin e Durrësit. Ndalemi me një raportim për mbërritjen e saj patjetër, por edhe për funksionet që pritet të ketë për flotën detare shqiptare. Të përshëndes Rovena, atëherë Ania Libra e Marinës Italiane ka mbërritur në portin e Durrësit dhe është ankoruar siç duket edhe pas shpinës time. Tashmë Libra do t'i dorëzohet autoriteteve shqiptare, do jetë pjesë e forcës detare pra e flotës son për t'u bashkuar dhe duke nisur dhe kështu misionin e saj që është mbrojtja e sovranitetit në ujërat territorial të Republikës së Shqipërisë. Dorëzimi i Anies Libra i Marinës Italiane do të bëhet në një ceremoni këtu në portin e Durrësit me praninë edhe të kryeministrit Edi Rama, një ceremoni që pritet të nisë rreth mesditës së sotme, ku do të jetë i pranishëm gjithashtu edhe ministri i mbrojtjes i qeverisë italiane. Pra, në këtë moment nga dita e sotme, pra Ania Libra e Marinës Italiane i dorëzohet forcës detare të Shqipërisë duke u bërë pjesë e flotës tonë. Në këtë mënyrë, duke u ndalur në fakt edhe tek misioni që ajo do të kryejë, kështu Ania Libra i dorëzohet flotës tonë, ajo do të kryejë misionin e mbrojtjes së sovranitetit. Në fakt Ania Libra Italiane është një anije patrulluese luftarake. Ajo do të kryejë misione ashtu sikurse duke u bashkuar dhe anijeve të tjera të flotës sonë, por duhet ta theksojmë se Ania Libra, një dhuratë nga qeveria italiane, është në fakt dhe anija më e madhe që ka pasur ndonjëherë flota jon detare. Kështu shkon në 19 numri i anijeve luftarake që ka forca detare, por duhet theksuar se Ania Libra është më e madhja që kemi pasur ndonjëherë në historinë e forcës detare. Për të ndalur më tej, Ania Libra në fakt nuk është hera e parë që mbërrin në brigjet shqiptare. Kujtojmë se në tetorin e vitit të kaluar është pikërisht kjo anije që solli emigrantët në Itali nga Italia në portin e Shëngjinit, por tashmë ajo do të jetë pjesë e forcës son detare duke kryer të gjitha misionet e forcës detare që më kryesorja është mbrojtja e sovranitetit të ujërat territorial të Republikës së Shqipërisë. Por gjithashtu kjo anije do të kryejë edhe misionet të tjera të forcës detare duke shërbyer kështu dhe misioneve të NATO-s, sikurse bëjnë edhe të tjera anije të flotës tonë detare, sikurse në këtë aktualisht pra në mision është anija Butrinti. Edhe për të ndalur edhe më tej në misionet e saj të Anies Libra në Shqipëri, me të dorëzuar pra me ceremoninë e sotme, Ania Libra kujtojmë se do të marrë një emër shqiptar, është një emër shumë domethënës. Arbëria është në fakt emri që është propozuar për të dhe është më i favorizuar për t'ju vendosur, por megjithatë kjo nuk është miratuar ende dhe sigurisht pritet në vijim që Ministria e Mbrojtjes të jap detaje në lidhje me emrin shqiptar që do të marrë Ania Libra 402. Pra do të jetë në fakt për të ndalur në fakt tek kjo është një anije sikurse të gjitha anijet e tjera të flotës detare kanë emrat e tyre shqiptar, emra shumë domethënës që i bashkojnë në këtë mënyrë flotës son detare. Ania Libra është në fakt një anije luftarake. Ajo ka qenë pjesë e Marinës Italiane, e klasit Libra, të klasit Cassiopeia në fakt, kur janë njësër anijesh të tjera Libra të Marinës Italiane, ku kjo me numrin 402 i bashkohet në këtë mënyrë flotës son detare duke kryer të gjitha misionet. Duhet theksuar edhe njëherë që kjo anije është më e madhja që ka pasur ndonjëherë forca jon detare. Megjithatë, sipas projekteve dhe buxhetit që është rritur në fakt për mbrojtje në vend, sigurisht që planet janë që forca detare të pajiset në vijim me të tjera anije luftarake. Ania Libra do të ketë gjithashtu të gjithë ekuipazhin shqiptar. Aktualisht ajo ekuipazhi i saj italian ka arritur deri në 64 persona, por me të marrë në dorëzim gjithë ekuipazhi Anies Libra do të jetë shqiptar. Për këtë janë bërë edhe trajnimet të forcës detare të ekuipazhit për të marrë në dorëzim dhe për të nisur misionin Anies Libra në forcën tonë detare. Faleminderit Gerta Vasku për raportimin.